Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A i konsumoni lakra turshi? Nëse po, ato kurojnë në këtë problem mjaft të madh. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim shumë i mirë i vitaminave dhe ka efekte të dobishme në organizëm. Ka të paktën 5 arsye kryesore pse duhet i përfshini si duhet në dietën tuaj lakra turshi. Sipas Brightside do të rendisim disa nga vetitë e tyre më të mira për organizmin. Ato përmbajnë lëndë ushqyese. Përveç se janë të ulta në kalori, lakra turshi gjithashtu përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme si vitamina C, vitamina K, vitamina B6, fibra, hekuri, bakri, mangani, folati dhe kaliumi. Ato janë efektive gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zorëve. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra probiotike. Probiotikët janë efektiv kur bëhet fjala për kapsllëkun, diarren e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe infeksionet, si dhe sindromën e zorrës së irrituar. Ato do të forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Meqense kanë afërsisht 70 deri në 80% kalori, ato janë gjithashtu një mbrojtje shumë e mirë për shëndetin e zorëve. Të dyja sistemet janë të lidhura përgjithsisht, që do të thotë se çdo ushqim mbështet zorrën e shëndetshme dhe gjithashtu mbështet një sistem të shëndetshëm imunitar. Përfshirja e lakrave në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për sistemin tretës në parandalimin e komplikacioneve të tilla. Ato janë në një burim i shkëlqyer i fibrave. Është vërtetuar se lakra turshi ndihmon në sindromën e zorrës së irrituar. Sipas bazës së të dhënave ushqimore të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, USDA, një filxhan lakër turshi përmban 4 gram fibër, që është e barabartë me 15% të vlerës rekomanduar ditore. Ato ndikojnë gjithashtu edhe në uljen e stresit. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthin dhe simptomat e depresionit të njerëzit për shkak të lidhjes midis zorëve dhe trurit. Zorët e shëndetshme janë baza për funksionin e të gjithë trupit. Gjithashtu lakra turshi është një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për organizmin dhe kështu mund të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Lakra turshi ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë imunitetin dhe të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zorëve dhe mund të sjellë rezultate të mira të jashtëzakonshme për shëndetin. Ja arsyeja pse kjo lakër nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Lakra e bardhë turshi është plot me vlera ushqyese. Ajo përmban fibër, një sasi domethënëse të vitaminës C dhe K, si dhe pasuron sistemin imunitar me hekur. Ka gjithashtu aftësinë të mbushë organizmin tuaj me energji. Megjithatë, ekspertët këshillojnë përdorimin e saj në dietat tuaja të përgjithshme. Konsumi i lakrës turshi në dietën tuaj të përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer për të rritur imunitetin dhe për të parandaluar gjithashtu një sër komplikacionesh. E vetmja gjë që duhet të keni parasysh është më mirë që të zgjidhni lakrat e përgatitura vetë në kushte shtëpie për të marrë gjithashtu edhe të gjitha elementet ushqyes të saj. Studimet konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe të probiotikëve, të cilët furnizojnë bakteriet e mira në stomak dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mundet gjithashtu të forcojë sistemin imunitar, të sintetizojë vitaminën B dhe të luftojë diarren për shkak të marrjes së antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia shkatërron bakteriet e mira, ndaj ju duhet të konsumoni lakra turshi të freskëta, citojnë ekspertët e Healthline. Sasia e përshtatshme ditore e fibrave bazohet tërësisht nga nevoja për mbrojtjen kundër problemeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme që gjenden te lakra ndërlidhen me yndyrnat dhe kolesterolin dhe i përcjellin ato jashtë nga organizmi. Kjo nuk kupton se gjaku përthithet me më pak kolesterol. Një filxhan me lakër turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol të antioksidantëve, ndërsa vitamina K ka një ndikim në mpiksjen e gjakut, por të dyja janë thelbësore për kockat e forta. Lakra turshi ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të saj,
por vitamina C përmirëson përthithjen e ekurit në organizëm. Lakra turshi ka gjithashtu vitaminën C dhe acid laktik shumë të rëndësishëm për organizmin, ndaj siguroni ta keni pjesë të dietave tuaja për të marrë kështu edhe përfitimet e ushqyesve të nevojshëm. Lakra ka nivele të larta të proteinës të gjitha perimeve të mbledhura së bashku. Gjithashtu, vitamina dhe mineralet që ato përmbajnë e bëjnë një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për organizmin. Një nga vlerat më të famshme të lakrës është edhe aftësia për të mbajtur nën kontroll inflamacionin edhe për t'i sjellë trupit shumë përfitime. Lakrat janë një burim i pasur i fibrave. Nuk kemi nevojë për shumë fibra në dietë, por ato duhet të jenë konstante. 100 gram e lakra ofrojnë 4 gram fibër, rreth 15% të dozës rekomanduar ditore për këtë efekt të mirë për organizmin. Ato ofrojnë gjithashtu edhe vitaminën K. Lakrat janë veçanërisht të pasura me vitaminën K, të cilat kemi nevojë më të mbajmë kockat shëndet plot dhe të parandalojmë gjithashtu kalcifikimet në trup. Ato ndihmojnë me detoksifikimin. Vlera shëndetësore të lakrës përfshin edhe aftësinë e saj për të detoksifikuar dhe për të sjellë rezultate të kënaqshme ushqyese për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Është e pasur me vitaminën K dhe lakra siguron 85% të përditshmërisë së trupit për këtë vitaminë. Kjo është e rëndësishme për metabolizimin e kockave dhe parandalimin e problemeve të ndryshme që lidhen kështu edhe me rënien e imunitetit. Gjithashtu, lakra është një produkt i lartë biologjik me vlera të ulta kalorike dhe pse mund të ofrojë shumë përfitime, këshillohet të konsumohet me moderi në mënyrë që të merrni përfitimet e saj shëndet plota. Lakra është një nga perimet më të preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit brassica që gjithashtu përfshin brokolin, lule lakrën dhe spinaqin. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme të kuqe, të vjollcë, të bardhë dhe jeshile. Vetëse shumë e shijshme, lakra është gjithashtu mjaft e mirë për shëndetin tonë, edhe pse përmban fibra, folat, mangan, kalcium, kalium, magnez, vitaminën B6, K dhe C. Përveç kësaj, ajo përmban mikronutrientë si vitamina A, hekuri dhe riboflavina, së bashku me ushqyesit e rëndësishëm që ajo përmban. Lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidantë të fuqishëm, përfshirë këtu polifenole dhe komponentët e tjerë. Si e tillë, lakra është një nga perimet shumë të mira për organizmin. Lakra ndihmon edhe në humbjen e peshës. Lakra është një perim e mirë për njerëzit që duan të humbasin peshë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan me lakra të coptëzuara përmban rreth 22 kalori. Ajo përmban shumë ujë dhe mban të ngopur trupin më gjatë. Gjithashtu do të sjellë përfitime të qëndrueshme për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Ajo përforcon shëndetin e zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tonë do të ndihmojë në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenoleve të lakra ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombocideve dhe redukton gjithashtu edhe presionin e lartë të gjakut, duke sjellë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit. Lakra ndihmon edhe në shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson funksionin e trurit dhe gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj. Vitamina K që gjendet e lakra ndihmon në prodhimin e elementëve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimet dhe prishja. Lakra ka disa vitamina B që luajnë një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë suaj mendore dhe janë një zgjidhje produktive për këtë aspekt të organizmit. Përfshiheni lakrën vazhdimisht në dietën tuaj për të marrë kështu elementet e saj ushqyes. Lakra është një zgjidhje shumë e mirë për tretjen. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tretës, atëherë lakra mund të jetë aleati juaj më i mirë në këtë aspekt. Ekspertët këshillojnë konsumin e kësaj perimeje vazhdimisht për të marrë përfitime të rëndësishme për organizmin dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.